nga kryetari i Lëvizjes Vendosje, Zoti Ervin Kurti, dhe i nxitur nga konsiderata përvotuese të Lëvizjes Vendosje, qytetar të Republikës Kosovës, pra nxitur nga konsiderata për këta votues, kam ndjerë nevojën që pas konsultimeve të përsëris qëndrimet dhe bindjet tona mbi çështjet që janë ngritur atje. LDK-ja, siç e dini, në zgjedhjet e përgjithshme të Nënshkurtit, ka garu me një program të qartë dhe me qëndrime të qarta sa i takon bashkëpunimit politik. LDK-ja, për mungesë besimi dhe duke pasur parasysh stagnimin 4 vjeçar të vendit, po 4 viteve shkuara, kam fjalën për rrezikimin e aleancave strategjike, të sigurisë nacionale, rrezikimin serioz të demokracisë dhe të lirisë shprehjes, atakimin e institucioneve të pavarura kushtetuese, mos respektimin e vendimeve të këtyre institucioneve dhe mbi gjitha polarizimin e pjellë shoqëror, e ka vlerësuar pamundur bashkëpunimin me Lëvizjen Vendosje me Zotin Kurti. Por sot vendi është në krizë të tjetër. Është krizë të pjellë institucionale, kryesisht për shkak të dështimit të partisë së parë që të krijojë partneritete politike për krimin e shumicës. Në zgjidhjen nga kjo blokadë, LDK-ja e konsideron si të domosdoshme të rëndësisë nacionale për Republikën e Kosovës. Dhe në përputhje me këtë, LDK-ja dhe unë si kryetari i saj propozojnë nisjen e një procesi të ri politik. Po propozojnë nisjen e një procesi të ri politik. Dhe kjo zgjidhje kërkon edhe përgjegjësi, edhe unitet, po mbi gjitha kërkon edhe vetdije të lartë politike nacionale në vend. Dhe në përputhshmëri me këtë, LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi fillimisht konsultativ me të gjitha partitë politike shqiptare, me qëllim formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit. Pra LDK-ja kërkon unitet gjithë shqiptarë në këtë periudhë, dhe formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit, një qeveri me afat të caktuar deri në zgjedhjen e presidentit të ri, program agjendë të qartë shtetare të politikës së brendshme dhe të jashtme pa dallim, dhe mbi gjitha krijimin e një atmosfere që edhe emancipon skenën politike, po mbi gjitha edukon skenën politike dhe mbi gjitha e shëron për realizimin e tyre. Për këtë, si kryetari i LDK-s, jam i gatshëm të takohem me të gjitha partitë politike shqiptare, të ndihmoj në këtë proces dhe ftoj edhe Zotin Kurti, siç e ftoj edhe liderët tjerë politik, të cilët i kam njoftuar tashmë për këtë iniciativë në një takim të radhës kur do që ata e shohin të arsyeshëm.